Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se veni në emisionin ton të sotëm. Sot kemi kënaqësinë që ju paraqesim një nxënës shumë të talentuar dhe të përkushtuar. Ai është Ardiani. Ardiani dallohet për suksesin e tij në mësime, për kushtimin ndaj leximit, por po ashtu edhe aftësitë e tij në fusha të ndryshme, si në futboll, programim e po ashtu edhe recitim. Sa i përket programimit, ai së fundmi fitoi edhe çmimin Student of the Month. Andaj, që të mësojmë më shumë rreth tij, ju ftoj që na ndiqni në vijim. Përshëndetje. Përshëndetje, Mirë se erdhët në studio. mirë se ju gjeta. Ardian, sa vjeç je dhe në cilën shkollë vijon mësimet? Unë jam 9 vjeç dhe vijoj mësimet në shkollën Mihajl Grameno, aneksin J. A të pëlqen kjo shkollë dhe pse? Po më pëlqen shumë sepse i kanë mësimet shumë të mira dhe për atë punë shumë nxënës kalojnë shkëlqyeshëm. Cila është lënda jote e preferuar në shkollë dhe pse? Kam shumë lëndë që më pëlqejnë, por më shumë më pëlqen matematika sepse më pëlqen të fëmzoj dhe të mbledh numrat. A ke shumë shokë e shoqe në shkollë? Po, kam shumë. Të gjithë klasën e kam shok dhe shoqe. E përmenda edhe në fillim që ti merresh edhe me programim, në cilin kurs vijon mësimet dhe a të pëlqen aty? Në kursin Probit Akademi, unë i vijoj mësimet për programim dhe më pëlqen shumë sepse aty e mund të punosh me kompjuter, me kod dhe me Scratch. Çfarë të motivon ty që të mësosh më shumë me programim? Më motivon dëshira për të mësuar gjëra të reja dhe për të bërë më i mirë. A ishte e vështirë për ty në fillim që të merresh me programim dhe pse? Në fillim ishte pak e vështirë, por me ushtrime u bë shumë e lehtë. Si e menaxhon ti kohën mes programimit dhe hobive tua të tjera që ti ke? Ndikon për të mirë. E përmenda edhe që ti luan shumë futboll, a të pëlqen ky sport? Po shumë sepse mund të shënoj gola dhe të bëj asista. Përveç se luan futboll, a ndjek edhe ndeshje të ndryshme të futbollit? Po, unë ndjek shumë të ndeshje të La Ligës, Premier Ligës dhe të Ligës së Kosovës. Cili është klubi yt i preferuar në futboll? Kam shumë klube si Paris Saint-Germain, Liverpool, e shumë të tjera, por më së shumë të më pëlqen Real Madridi. Cili është pozicioni yt i preferuar në fushë që të luash? Në fushë di shumë pozicione, por më së shumë të më pëlqen sulmues. A të pëlqen edhe të lexosh libra shumë? Më pëlqen shumë, sepse edhe argëtosh dhe e pasqyron fjalimin. Cilat zhanre të librave të pëlqejnë më së shumti dhe pse? Libra që më pëlqejnë më së shumti janë me aventura dhe me tregime interesante. A ke ndonjë libër që do doja të na veçoje që ta ka pëlqyer shumë? Po, kam disa, si Legjenda nga Bujar Qeriqi, Enciklopedia ime e parë, ditori i Gregët nga Jeff Kinney dhe shumë të tjera. Besoj që në shkollë po ashtu keni edhe lektyra të ndryshme nga të cilat lexoni, a të pëlqejnë ato? Po, kemi disa lektyra që më pëlqejnë shumë nga Suat Turgut. Si ndihesh ti kur lexon? Ndina shumë i lumtur sepse dhe mësoj shumë gjëra të reja. Sa herë në javë lexon? Unë lexoj pothuajse çdo ditë. Ardian, ty të pëlqen edhe të recitosh. A ke këtë hobi që ndoshta e ke marrë edhe nga leximi? Po, sepse ka shumë libra që ka për shembull vjersha që mund të recitoj. A të pëlqen më shumë të recitosh apo të lexosh? Të dyat më pëlqejnë, por pak më shumë më pëlqen leximi. A ke recituar ndonjëherë para një publiku ose para një mase të caktuar? Po, kam recituar në një program shkolle. Si e ndjerë kur ke dalë para publikut? A ke pasur emocione apo nuk i ke marrë parasysh ato emocione, vetëm ke recituar me gjithë vetbesim? Kam recituar me vetbesimin tim sepse e kam mësuar shumë atë vjersh dhe nuk u frikësova a do të gaboj apo jo. A ke ndonjë vjersh që mund të na përmendesh tani që të ka mbetur në mendje? Po, e kam një që e kam krijuar me mësuesen. Cili është autori yt i preferuar i librave apo edhe i vjershave të cilat ti reciton? Naim Fraferi dhe Gjergj Fishta. Pse të pëlqejnë këta autor? Sepse këta bëjnë shumë libra dhe vjersha të bukura.
A lexon ti ndonjëherë libra ose vjersa të ndryshme nga autor jo shqiptar për atë huaj? Po, nga ditori grego që është bërë nga Jeff Kinney, që ishte lindur në Washington DC. A të pëlqen autori i këtij libri? Po, sepse kishte bërë librin shumë të mirë dhe me ka pëlqyer shumë. Ishte shumë interesant. A dëshiron ti që në të ardhmen ndoshta të botosh një libër tënden? Po, kam dëshirë shumë të madhe për të bërë një libër, plot me poezi dhe me tregime interesante. A bisedon ndonjëherë me shokët apo shoqet rreth librave, a diskutoni rreth tyre? Po, diskutojna shumë në shkollë, sepse kemi shumë tregime dhe aty flet për librat, në për librat të gjuhës shqipe. Rreth gjithë këtyre aftësive të tua apo edhe hobive, nëse i quajmë, cilat të pëlqen më së shumti? Më pëlqen më së shumti futbollisti. A ke dëshirë që në të ardhmen të bësh një futbollist i njohur? Po, kam qef të bëhem sikur Ronaldo dhe sikur Kylian Mbappé. Pse të pëlqejnë këta dy lojtarë kaq shumë? Se ata luajnë shumë mirë dhe këta fënojnë shumë gola dhe janë sulmues, sikur dëshira ime. A ke ndonjë profesion tjetër nëse nuk bësh futbollist që ta zgjedhësh atë profesion? Po, kam shumë. Cilat janë disa nga ato? Bokser, basketbollist dhe doktor. Pra, basketbollist dhe bokser janë sa i përket sportit. Pra, ti ke një dëshirë shumë të madhe që në ardhmen të zgjedhësh kategorinë e sportit, apo jo? Po, sepse jam shumë atletik. Po, profesioni i doktorit, pse të pëlqen? Sepse kam qef të shëroj njerëzit. Kur mëson, a ke dëshirë që të mësosh më shumë me shok apo vetëm? Të dyat më pëlqejnë, por më shumë kam qef me shok sepse bashkëpunojmë dhe bëjmë punimin më të bukur. A ke punuar ndonjëherë një punim aq të bukur sa që edhe je surprizuar nga puna që ti ke bërë? Po, kam bërë një me kompjuter sepse jam mësuar nga programimi dhe kam bërë për bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani. Ti merresh edhe me muzikë, a ke ndonjë këngë që ty të pëlqen shumë? Po, e kam Albolenën. Pse të pëlqen kjo këngë? Sepse është për Skënderbeu dhe Skënderbeu ka luftuar për ne. A ke ndonjë këngëtar të preferuar shqiptar që ti ndëgjon këngët e tij? Po, e kam Elir Faqirin dhe shumë të tjerë. Po, sa i përket këngëtarëve të huaj, a ke ndonjë që e preferon? Kam shumë si Eminemi dhe King Voni, por kam edhe shumë tjerë, por me pëlqen këta dy më së shumti. Pse të pëlqejnë këta dy këngëtarë? Sepse me pëlqen gjera e rap dhe ata bëjnë stil rapi. Ti ke marrë edhe pjesë në një festival muzike, si e ndjer aty? Jam ndjer shumë i gëzuar që më kanë pranuar nga 500 fëmijë në fushë Kosovë. A ke pasur emocione? Jo, s'kam pasur, sepse unë kur nuk frikohem nga emocionet. Kush të motivoj më së shumti që të vazhdosh rrugtimin tënd me muzikë? Në këtë rrugtim me ka motivuar më së shumti mami dhe babi. A i ke familjen tënde ndër mbështetësit tuat më të mëdhenj? Po. A mund të na këndosh tani ndonjë këngë që ti e ke shumë për qef? Po, mund ta këndoj Albolenën. Në rregull. Albolena, prap mër prita, tal sultano, se tërdi dita, Skënderbeu, o prej majës t'kali, si rufeja, o po zbret prej mali, Skënderbeu, o ja boni ben, po të zuna, uone Albolen, as një gjallo, nuk do shpëtoj, fushën gjaku, o do të mbuljoj. Faleminderit shumë, me të vërtet ke një zë artistik. Faleminderit. A mendon që në të ardhmen do të bëhesh një këngëtar? A ke Po. këtë si opsion? Po, A të pëlqen më shumë të këndosh apo edhe të merresh me lexim apo recitim? të dyat me pëlqejnë baraz. A mund të na këndosh ndonjë këngë që do ta këndosh në festival? Po, e kam një këngë shumë të bukur për Adem Jasorin. A mund të na këndosh?
Po, në prekazun des një zjarë, flok lirie kushtrim shqiptar, bolla ishte me zemër gur, Adem Jashari trin dhe bur. Në prekazun des një zjarë, flok lirie kushtrim shqiptar, bolla ishte me zemër gur, Adem Jashari trin dhe bur. Sul mund kullën e fort nga guri, po binin predhan, por jo flamuri. Nuk bjen flamuri, s'ka frik shqiptari, me gjok shpron Adem Jashari. Sul mund kullën e fort nga guri, po binin predhan, por jo flamuri. Nuk bjen flamuri, s'ka frik shqiptari, me gjak shpron Adem Jashari. Faleminderit shumë. A mund të na recitosh edhe një poezi që të e din? Po, e kam një poezi që po ashtu e kam recituar në programin e shkollës. Në kur që ndes një drit, një shkrojnë Shqipe me guxim më shpre, me sonjetora hapi një derë, për dije, për këmbë, për pranverë. Faleminderit shumë. Tani jemi në fund të emisionit. A ke ndonjë mesazh për të gjithë ata që po na ndjekin? Faleminderit që më ndjekët dhe mos harroni, diçni ëndrat e juaja. Atëherë të dashur miq, tani kemi arritur në fund të emisionit të sotëm. Shpresoj që ky emision t'ju ketë pëlqyer shumë ashtu siç më pëlqeu edhe mua. Kjo bisedë me Ardianin na mësoi për aftësitë e tij në futboll, në recitim, për kushtimin për lexim, por po ashtu edhe për programim. Deri në emisionin e ardhshëm, mirupafshim dhe mirë ndëgjofshim, dhe ndokush që ka dëshirë të jetë pjesë e emisionit tonë, që ka një talent të cilin do ta shpreh, ju ftoj që të kontaktoni Radio Kosovën dhe mund të bëheni pjesë e programit tonë. Mirupafshim.